Përshëndetje! Përshëndetje të dashur teleshikues, teledëgjues, teletapisatan. Mirë se keni ardhur në emision, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radio si dhe kanalin 10 në Digitalb. 15 qershor, mos i mbani veshët me dorë. Top Albania Radio dëgjoni dhe detin shijoni. Julian Urdha, Angelo Shkreli dhe DJ Vini Treshja, jo Brazili, Treshja Gjermane. Treshja Gjermane, po, që bëjnë vetëm gola. Do t'jemi deri në orën 8 së bashku si çdo të hënë, në këto ditë plot diell, në këto ditë plot vap, në këto ditë të nxehta qershori, ditë të nxehta të qershorit. Po, kur theti Juli gola, unë golat i kam nga 1000 euro e sipër, nuk bëj kështu gola kafe gjëra. Aha, hajde. Ti si bën golat apo me këmbë? Unë s'bëj fare, unë jam port. Nuk bën nga këto golat. Ti je port, që vetë mos kaloj topi për shalën. Okej, mos ki merak, se të kaloj gjëra tjera për shalve. Mali Firmovic. Super botror. Si ka mban ndeshjet fare. Po preta se sa ka nis. Çfarë do të zgjerim 4 mëngjesit shoh? E 3. 22 burrat të ndjek topin ose ja fut kote burr. Ti je 23 bashkë me Albitri. Po jo, po Albitri nuk është se vrapon shumë, po jo. Si çosh 4 mëngjesit shohësh ndeshje burr. Tani është të çmendur. A desh Amerik? Jo, kjo është Amerikë. Unë s'do të vete kur në Amerikë, rrojmë ilaçe. Ja pra prandaj nuk duam të shkojmë kur në Amerikë, por mos harroni në Top Albania Radio në 100 MHz dhe në kanalin 10 në Digitalb. Një pult larg dhe një kasetofon larg jemi. Po. Mjafton të shtypni atë butonin dhe ne na keni aty. Ti Juli kur thua kasetofon e mban mend akoma kështu që fusje. Po jam millennials prandaj. Po ç'millennials jeti ti je gjyshellials. Po pse më bën nga se vjetër? Ka me touch tani, jo migo, e shtyp aty se del vet. Është e digitalizuar me gjë, jo me gjë. Një gisht larg, një touch. Kujdes. Por nuk do flasim për touchin. Po, me touchin ka të bëjë ajo. Sepse në përgjithësi bota. E mban mend atë këngën Touch me now, I wanna feel your body. Kështu është dhe kjo puna e kësaj. Në përgjithësi bota mban shënime. Kurse ne shqiptarët, s'ka gjë se mbaj mend. Po. Kështu themi ne, nuk mbajmë shënim. Ashtu bravo. Problemi është që kemi mbajt aq shumë mend sa tani na është rëndu koka dhe ka filluar na lë mendja. Po. Do iki, nuk rrihet më. Po. Jemi ngarku vlla, por në këtë rast duhet të mbani shënim. Pra, që sot e tutje mos mbani më mend, mbani shënim. Se sa njerëz na kanë ne borxhe, i shnon borxhet i Juli? Ku unë as më meja, as më teprohet. Ti që e lumat. Pra mbaj shënim abedin, sepse sipas studimeve të fundit seksi i rregullt. Mos ndalo kështu, o aktor teatri, se na bëre me zemër. Përmirëson memorien tek gratë dhe ngadalson plakjen edhe te gratë, po edhe te burrat. Pra tani zonja, mos mendoni më a e fika hekurin, po a e fika rubinetin. Dhe a e ndeza burrin. Tani si ndizet burri Juli? Apo ti s'di ta ndezesh një burr? Nuk di akoma. S'di ta ndezesh burrin ti? Unë jam. Ja ku jam. Kushtrim. Përshëndesim të gjithë kushtrimat kudo që janë. Ka filluar emri kushtrim që pas videos virale ka filluar në gjendje civile është shtuar dhe njerëzit presin të bëhen si kushtrimi i videos. Po prandaj ata i vendosën shkollës emrin kushtrimi i lirisë. Patjetër. Ludacris për gjithë ju që mbase nuk e njihni është ai që është Fast and Furious. Se ka edhe nga ata njerëz që thonë kush është ky Ludacrisi, por ka bërë film. Alo. Çuçi sam trembi. Alo. Alo, jemi live, të lutem. Me kë po flasim? Vino, kush është? Jam Dorela. Si notat e muzikës. Do, re, mi, fa, so, la. O zonje, nga po na fletet çfarë po bën, të lutem shumë se na shfrenove imagjinatën. Nga masazhet në astier. Qartë, e kuptuam masterin që ke. Po. Kam një pyetje. Po, 2, sa duash ti? A do zjasi shumë ajo protesta? Pse? Se në rap ret ku na doli shpirti u këputëm në mes. Pse jem protesti, zonja?
Dorela? Jo. Po pse ç'a punë të rregullon ty ose të prish protesta? Se politikanët nuk shkojnë më në protest, edhe ç'a bëjnë, vinë këtu tek ne, nervin që do shtyllnin atje, e nxjerrin të Dorela mi faso. Ti po thua që politikanët vinë masazhe nastir? Po shkuam në shesh, thonë, dërsa po erdhëm këtu te ti është Aha, pra ty po ta fut politika po thua? Shqip. Zoje, priti herë, lëre mikrofonin, fokusohu pak këtu se the deklarata shumë fuqishme. Fokusohu pak te unë te politika. Çfarë po na thonë për rastirin? Më fal se pastroj fytin her pas here. Me ujë dhe me kryp se kam bajame. Je me bajame, po me sa. Jo, e kam nga bajame. Po s'keti ti ças pas që ti sa po dëgjoj unë ajo zhurma që bëre ti tregon që bajamet e tua janë për masa shumë të mëdha, ti duhet i heqësh, duhet i tredhësh bajamet. Kushtet e punës gjithë natën. Vishu, ufto. Mirë, zonja, të lutem shumë se nuk jete doktori seksit, më i bie. Fokusohu pak këtu më. Fokusohu pak këtu te biseda jon. Më falë se sa ula në koltuk dhe u brava. Po ç'bë si kur ulesh në beton, në koltuk ule. Robi kur ulet në koltuk s'bën kështu si ty. Po jemi mësuar që të na dalin ndonjëherë kur ulemi. Në të but. Në të but. Zakonisht varet, nuk e di se si e kanë politikanët, mbas e kanë but. Po mirë, na thuaj pak si janë këta politikanët shtratani. Hajde flasim pak pa doreza ti shqyr që na more. Si gjithmonë, premtojnë shumë, por në fund pastaj nuk bëjnë asgjysmën. Mos ja fut kot pse edhe aty bëjnë fushata elektorale këta. Po madje disa rrinë premtojnë aq shumë. Para se të me fillu, dhe kur i them, qa thot, fute i them fleton, voto, jepi. Po unë votova, thot. Po si votoj kë? Ka votuar jashtë kutisë, se ka quar votën dhe. Ja mos ja fut kot. Po si ka mundësi, po në njëri që të premton kështu naf pa aksiz, të ka ardha po jo? Jo, se nuk pranoj kështu të vegjë. Okej, ti dash. Okej, dashket ndej. Okej, po hajde ma trego pak si ka mundësi që e çoj votën dëm ky, se nuk kanë faj se ja fusin populli gjithë ditën, edhe ndarë kur vinte unë, kanë shusin ma. Po. Ngrihu, jo. O vini. Paska punë këtë gjakë, brava, po tani lekët a ja merë të paktën? Qa keme? Mjaft, të lutem se të fika mikrofonin, atë telefon, bashkë me mikrofon qa ke aty. Boll me këto muhabete tani që si bështyn live ti? Po duhet lak pa gishtat. Ti, po për qa i lak gishtat ti? Po se numëroj lekët, a theja i merë lekët, po i numëroja. La gishta, po. Bravo. Po, më kujton babin tim, se edhe babi im kështu e bënde kur numëron dhe lekët. Është zanati vjetë, duhet jeshe madhe në moshti. A Dorela? Këtë vide babi jotë, se ka pa lekë për ty. Babi im vjen keq, nuk vjen do dherë aty. Se astiri ka shumë trafik, e turbulon fare atë. Ke parasysh mund na thuash tani në detaj të pozitës ose të opozitës, futu pak më në brëndësi, dua të nxjerrësh diçka tani. Ja, nuk merremi me statistika ne. Pse? Por bëhen të bezdisshëm se kërkojnë foto, duan foto ta postojnë. Duan të postojnë foto nga masazhi nastir? Po, edhe unë kështu i thash, po ç'foto, voto, jo foto, voto. Smundje profesionale, duan të postojnë çdo gjë. Dorela, kërkon njëri ulje çmimi? Po, thonë, e bëjmë për popullin, ne ull pak, i them unë du ta ngre, jo ta ull. Mër popull, sa gjëra thua në emrin tënd, mër po. Mër popull, po. I bëj thirrje popullit, hajde, ngrihu,
se ju a bëjon pa lek. Si për gjithë popullin? Po jemi shumë ne, me i stat dolem 2 milion, ku i mban 2 milion vetë as ti. Ja, me shart. I hedhim emrat në kuti dhe hop, e tërhequn emrin, kush bie, e si e. Okej. Dorela, dore mi fasila si do. Të falenderoj shumë që zgjodhe që këtë bisedë ta ndash me neve, po na duhet ikim. Edhe mos harro, paç fatin tënd. Se kush ka fatin tënd gjithmonë fiton. Thu ti mos mbështyj mua se të erdha aty. ja, nuk do të vi. Larg nuk kam nevojë për masazhe. Unë biseda të çuditshme të bazuara në ngjarje reale. Kujdes kur kaloni në Astir, sa i trafiku nuk është një shenjë që tregon diçka normale. Okej, kemi muzikë.